ke pa një plak kur të smuhet edhe jetë me këshyrë dikush edhe do të mja ngjit atë pampersin, e ke pa qysh jepet me kajt. Njëjtën situatë këshore, të një fëmijë i cili është i vogël, janë rënë njëna e vetë pampersin e i kënaqet të kesh. Ku është dallimi? Dallimi është se ky i vogli, ky nuk ka dije, nuk e din çka ka bërë me ta. Ky i madhi ka ky plaki, ky e din çka ka ndodhur me ta. Do të thonë, me këto po do të thonë, Allahu edhe dijon taja kur ty dohet. Kur ty dohet, jo kur ti menon që çfarë është dohet dia. Allahu e din kur të ardhi. Edhe çka ka thënë Allahu azza wa jalla, ka thënë Allahu subhanahu wa taala, akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahu është ai i cili ju ka nxjerrë juve prej barkave të nanave të juve, la ta'lamuna shay'an, s'keni ditë kur gjë. Kur gjë s'keni ditë keq. Para më ndodh aty e keni pa në borg. E bojnë anë një gabim, është në borg aty. E kia paviljonin komplet. Po në borg me bëha një problem, qojnë vetë ndikon. Ku është sa më ngosht. Me këto po të më thonë, sa më ngosht që është, qaq ma shumë e denan insanin. Para më ndohë mi pa pas që të merë, që i kemë sa në barkin e nanës, kur të ishmi dal tre. Në barkin e nanës, në një muj, me që të merë, kur të ishmi dal, veç ishtu me në shute, me neve se në tre, kaj. Po aty nuk të jepë Allah o tjenë.